ka dështuar seanca gjyqësore ndaj Rozeta Hajdarit, sepse zonja në fjalë ka munguar në seancë për çështjen me dallaverat me rezervat shtetërore. Kjo nuk është kur gjë, çka është interesant, po më bizotron një ide e çuditshme në Kosovë, nëse personi i thirrur nga gjykata nuk paraqitet në gjykatë, është i pafajshëm. Dhe kur gjykata vendos me lëshu urdhër arresti për atë person sepse nuk po paraqitet në seanca gjyqësore, gjyqtarët janë të fajshëm dhe janë dallavargji. Po kur personi paraqitet në para gjykatës, si në rastin e 4-shës në gjykatën speciale Recep Selimi, Jakub Krasniqi, Kadri Veseli, Hashim Thaçi, ata janë të fajshëm sepse janë paraqitur para gjykatës. Pra, ideja e smut e tmerrshme është kjo. Nëse shkon para gjykatës kur gjykata të thret në seancë gjyqësore për të mbrojtur veten nga akuzat që tu kanë ngritur, je i fajshëm. Nëse nuk shkon, je i pafajshëm.